Për sot do bëjmë një sallatë dimërore dhe shumë të shëndetshme. Përbërësit janë speca, domate, kastravec, hudhër, qepe kuqe, lagër e bardhë, lagër e kuqe, limon, karot, mollë. Për salcën na duhet mustardë, majonezë, piper i zi, krem cheese edhe krip. Në fillim do fillojmë të grimë të gjitha perimet, do t'i rreshtojmë në një tavë dhe pastaj do përgatisim salcën dhe do i bashkojmë së bashku. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. I kemi përfunduar së griri të gjitha perimet, kemi grirë lakrën e bardhë, qepën e kuqe, lakrën e kuqes, specin portokalli, mollën, domaten, kastravecin, specin edhe karotën. Tani do t'u hedhim nga pak krip. Do t'i bluajmë edhe pak piper të zi. Kemi shtrydhur një limon, do t'u hedhim lëngun e limonit. Në njën kemi hedhur krem cheese-in, hedhim edhe majonezën, hedhim edhe hudhën e bluar, hedhim edhe mustardë, hedhim edhe pak vaj ulliri dhe përzijmë të gjithë masën. Dhe ja hedhim komplet sallatës përsipër. Hedhim në mes dhe i përzijmë të gjithë përbërësit së bashku. Ja dhe sallata me perime dimërore, kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëf të mirë.